Horoskopi ditor e diel 2 nëntor 2025. Dashi, duhet të jeni shumë të përqendruar në vendin e punës, pasi edhe përqendrimi më i vogël mund të shkaktojë pengesa. Parashikohet një mbrëmje mbushur plot të reja, sidomos në fushën e ndjenjave. Demi, bëni kujdes në dashuri, pasi konfuzioni dhe pasiguria shpesh do t'ju bëjnë shumë impulsiv. Këshillohet të jeni të drejtë për drejtë në diskutimet me partnerin. Rigjetja e stabilitetit është shumë e mundur, por duhet të jeni ju që të hidhni hapin e parë. Në vendin e punës parashikohen përgjigje të rëndësishme. Binjakët, do të jetë një ditë mjaft pozitive për të bërë paqe me personat me të cilët keni debatuar gjatë javëve të fundit. Këshillohet të jeni më të komunikueshëm dhe të stimuloni kompromiset, pasi vetëm zgjidhje të tilla do t'ju lejojnë arritjen e objektivave tuaj pa humbur kohë. Gaforia, në dashuri, kjo është një periudhë e cila ju sheh në krizë. Partneri nuk arrin të kuptojë nevojat që keni dhe kjo për shkak se nuk jeni të drejtë për drejtë dhe të sinqertë ndaj tij. Do të jeni shumë krenar dhe të mbushur me pasiguri. Këshillohet që të hapni më shumë rrugë. Luani, kjo ditë do të jetë mbushur me aktivitete të cilat do të kërkojnë që të nxjerrni në pak kreativitetin tuaj. Këshillohet që të përvishni mëngët dhe të shfrytëzoni në maksimum këtë periudhë për të shfaqur më aktiv në vendin e punës. Virgjëresha, në dashuri kjo është një periudhë e cila ju sheh në krizë. Partneri juaj nuk arrin që të kuptojë nevojat që ju keni dhe kjo për shkak se nuk jeni të drejtë për drejtë dhe të sinqertë ndaj tij. Do të jeni krenar dhe të mbushur me pasiguri. Këshillohet që të hapni rrugë. Peshorja, do të jeni të frymëzuar dhe kjo gjë do të stimuloj krijimtarinë dhe strategjitë tuaja lidhur me projekte të rëndësishme në karrierën tuaj. Megjithatë, duhet të mbani parasysh edhe një keqkuptim të mundshëm në dashuri ose në familje. Akrepi, do të jeni të detyruar të rregulloni ndonjë gabim që keni bërë lidhur me bashkëpunëtorët tuaj, por mos u dekurajoni, pasi kjo nuk do të jetë gjë tjetër veçse shfaqja e personalitetit dhe talentit tuaj. Në dashuri mundohuni që të jeni më romantik për të rindezur pasionin. Shigjetari, do ta jeni veten të përfshirë në një çështje urgjente e cila do t'ju lodh si nga pikpamja fizike ashtu edhe nga psikologjike. Përhumbja në stres është shumë e mundshme në këtë moment, por duhet të ruani përqendrimin. Këshillohet të jeni të durueshëm dhe të silleni me diplomaci, në mënyrë që të shmangni tensionet e kota. Bricjapi, do të hapet para jush një fazë mjaft e rëndësishme për dashurinë dhe ndjenjat. Këshillohet që të jeni ju që të hidhni një hap vendimtar ndaj partnerit dhe të merrni konfirmime të rëndësishme. Këshillohet që me shpenzimet të tregoheni të kujdesshëm. Ujori, shmangni tensionet e kota në familje, pasi në këtë moment e rëndësishme është që të sheshoni çdo keqkuptim. Parashikohen ndryshime të rëndësishme dhe aktivitete të reja. Në dashuri, këshillohet të mos merrni vendime drastike. Peshqit, nuk do të jeni të kënaqur me disa sjellje të bashkëpunëtorëve tuaj. Nuk ndiheni të vlerësuar plotësisht, ose ndoshta jeni të lodhur nga rregullimi i gabimeve të tjerëve. Megjithatë, kjo ditë ju fton të mos dekurajoheni, për shkak se vlerësimet janë fare pranë. Fusha e ndjenjave është mjaft e favorshme.